Lam të mirë diabet, ja ushqimet që duhet të hani për të ulur sheqerin në gjak. Ne nuk po egzagjerojmë kur themi se nivelet të larta të sheqerit në gjak mund të jenë një çështje serioze jetës ose humbjes së saj. Nivelet të vazhdueshme të sheqerit në gjak mund të jenë të dëmshme për organet thelbësore të trupit, si veshkat, mëlçia dhe zemra. Sulme të papritura në zemër, dëmtime nervore dhe verbëri, prandaj kontrollimi i sheqerit tuaj në gjak është thelbësor. Për fat të mirë, në kushte natyrore mund të ndihmoni të mbani kontrollin e sheqerit në gjak, sipas health.com. Boronica. Boronica është në krye të listës. Ajo rrit ndjeshmërinë natyrore të trupit ndaj insulinës që parandalon rritjen e sheqerit. Fara chia jo vetëm që mbajnë në kontroll nivelin e sheqerit duke rritur ndjeshmërinë e trupit ndaj insulinës, por ndihmojnë edhe në simptomat që lidhen me sindromën metabolike, siç janë nivele ekstreme të sheqerit në gjak pas ngrënies. Qershit përmbajnë komponent kimik të quajtur antiocianine që reduktojnë prodhimin e insulinës me 50%.